Prej 5 vitesh Bashkia e Delvinës është përfituese e një projekti social që synon të ndihmoj familjet në nevojë për rikonstruksionin e banesave të tyre. Projekti ka për qëllim përmirësimin e kushteve të jetesës për ata që nuk kanë mundësi ekonomike për të bërë vetë ndërhyrje në shtëpi. Sipas shefit të kabinetit të Bashkisë Delvinë Ersi Hamiti, edhe këtë vit Delvina është përfituese e këtij programi dhe ndërhyrje do të kryhen në disa banesa që aktualisht ka nevojë të menjëhershme për rikonstruksion. Është një projekt që neve mos gaboj është viti 5 që e kemi përfituar. Vazhdojmë me listën e familjeve të cilat e përfitojnë këto që kanë nevojë për rekonstruksione, qoftë të brendshme, qoftë të jashtme siç janë fasada. Pjesën e vitit kaluar ne e përfunduam me sukses, kemi përfituar projektin për disa banesa prapë të vit që të vazhdojmë. Shumë shpejt do fillojmë dhe me ato. A i theksoi se puna po bëhet me prioritet në ato familje që jetojnë në kushte më të vështira. Është varet sa fitojmë 20, 22, 25 në çdo projekt. Janë familje të qytetit dhe realisht janë familje në nevojë, të cilat nuk kanë mundësi financiare për riabilitim, rekonstruksion të banesave ku ata jetojnë. Janë vetëm familjet në nevojë. Familjet përfituese janë ato që përballen me vështirësi ekonomike, ndërsa çdo vit më shumë se 10 familje në Bashkinë e Delvinës kanë përfituar nga ky projekt. Nisma konsiderohet një mbështetje e rëndësishme për banorët që kanë nevojë për kushte më të mira jetese.